Pastrimi I bregdetit në Velipoj ka vijuar dhe këtë premte duke shënuar ditën e 3 të radhës së ndërhyrjes me angazhimin e 65 punojësve në terren. Aksioni po realizohet përmes një bashkëpunimi të përbashkët institucional mes Bashkia Shkodër, Drejtorisë së Shërbimit Publike, Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Objekteve Publike dhe Ndërmarrjes së Ronaldo I Sjellësit. Ndërhyrja synon ruajtjen e pastërtisë dhe përmirësimin e imazhit të Velipojës si një destinacion I rëndësishëm turistik gjatë gjithë vitit. Vazhdon puna, ka 3 ditë që po punojmë për pastrimin e komplet mbetjeve që ka zjarr deti. Është e dyta ose e treta herë që nxjarr deti. Të sezon dimrit munduna me mojt sa më pastër, ne na do jesë me plan punët, sot janë të angazhuar gati 65 punëtor me 3 mjete dhe 2 kamiona që po bëjmë pastrimin e rrallës për plazhin. Do vazhdojmë deri si ta pastrojmë komplet vijën bregdetare dhe do ta mirëmojmë deri në prag sezonit turistik. Apeli për qytetarët dhe për bizneset tash mbetet me çu të vendi duhun, edhe te koshat e motorinave janë bregdetet e janë plazh sepse çdo mbetje që hellet na kthehet prapë mbrapsht. Institucioni të bën thirrje bizneseve dhe qytetarëve që mbetjet e hidhen vetëm në vendet e përcaktuara, duke theksuar se një Velipoj e pastër është përgjegjësi e përbashkët.